Bashkimi Evropian po përgatit ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si zhvillohet procesi i zgjerimit, me synimin për ta bërë integrimin më të shpejt, gradual dhe të kontrollueshëm. Nga Zagrebi, Komisionerja Evropiane për Zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet globale dhe sfidat e reja për sigurinë kërkojnë një qasje tjetër ndaj vendeve që synojnë anëtarësimin në BE. Sipas saj, Komisioni Evropian po punon për një propozim që do t'i hapë rrugë një unioni me më shumë se 30 vende anëtare, ndërsa procesi i zgjerimit do të mbështetej më shumë tek integrimi hap pas hapi. Një nga idetë kryesore është që vendet kandidate të mos presin përfundimin e të gjithë negociatave, por të përfituar nga mekanizmat evropian. Ato mund të përfshihen gradualisht në fushat caktuara të tregut dhe infrastrukturës së BE-s, duke u afruar me standardet evropiane përpara anëtarësimit të plotë. Në këtë kuadër, përmenden edhe pjesëmarrja e sistemit evropian të pagesave, SEPA, dhe lidhjet me rrjetin energjetik të Unionit. Por krahas afrimit ekonomik, Brukseli kërkon të forcojë edhe mekanizmat mbrojtës ndaj cënimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Synimi është që standardet e kërkuara gjatë procesit të anëtarësimit të mos braktisen pasi një vend të bëhet pjesë e BE-s. Kos paralajmëroi se Unioni duhet të shmangë situatën ku një shtet anëtar largohet gradualisht nga parimet demokratike dhe për këtë arsye po shqyrtohet garanci më të forta për ruajtjen e standardeve europiane. Në tërheqjen e reformave është edhe mënyra se si merren vendimet brenda BE-s. Sipas komisioneres, disa ndryshime mund të realizohen edhe pa rihapur traktatet themeluese, çka do të shmangë procese të gjata negocimi dhe ratifikimi nga vendet anëtare. Sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kos veçoi Malin e Zi si kandidatin më të avancuar drejt anëtarësimit, ndërkohë Shqipëria u përmend për progresin e bërë në fushat e sundimit të ligjit. Reformat e propozuara pritet të përcaktojnë një qasje të re të BE-s ndaj zgjerimit në një kohë kur Brukseli synon të afrohet më shpejt me vendet kandidate dhe njëkohësisht të sigurojë që zgjerimi i ardhshëm të mos dobësojë standardet demokratike të Unionit.